Samiti botëror i Iranit të Lirë 2024, Paris. Shkeljet e të drejtave të njeriut. Në samitin botëror të Iranit të Lirë, folësi kryesor ishte zonja Mariam Rajavi, presidenti i zgjedhur i rezistencës. Një pjesë e fjalimit të saj i u kushtua shkeljeve të drejtave të njeriut. Shtypje sistematike. Zonja Rajavi pikturon një pamje të hidhur të shkeljes së të drejtave të njeriut në Iran në sundimin e regjimit aktual. Ajo thekson natyrën e përhapur të shtypjes në Iran, e cila prek çdo aspekt të jetës së popullit iranian, nga universitetet dhe vendet e punës deri tek interneti dhe shtëpitë private. در حقیقت نقض حقوق بشر در ایران از ابتدا تا امروز هیچگاه محدود به برخی تصمیم‌ها و احکام و قوانین رژیم نبوده، بلکه ماهیت اون عبارت است از سرکوب سیستماتیک علیه تمام جامعه در تمام زمانها در تمام پهنه‌ها از طرف تمامیت رژیم. Pajisje e gjerë sigurie. Një pjesë tjetër e fjalimit detajon rrjetin e gjerë të institucioneve të dedikuara për të shtypur opozitën, përfshirë Ministrinë e Inteligjencës, Korpusin e Gardës Revolucionare dhe agjenci të ndryshme të tjera. در دانشگاه‌ها چند نهاد شامل بسیج، کمیته انضباطی، حراست و نمایندگی ولی فقیه هستند که کنترل دانشجویان و همچنین تعلیق و اخراج یا دستگیری اونها رو انجام میدن. در کارخانه ها از همه طرف کارگران رو محاصره کردند، از جمله وزارت بدنام اطلاعات با اداره حراست، سپاه با نیروی بسیج، دولت با شورای اسلامی کار و هسته‌های گزینش و ادارات بازرسی و نیروی انتظامی با یگانه‌های ویژه. Shtypja e të drejtave themelore. Ajo gjithashtu tregon shtypjen e të drejtave themelore të shoqërisë iraniane, se regjimi iranian shtyp lirisë e fjalës, asamblesë, fesë dhe shprehjes dhe pakicat etnike dhe fetare janë veçanërisht të synuara. در واقع سرکوب به طور کامل با اشتغال و کسب و کار آمیخته است در همه جا و در همه ارگان‌ها. ملیت‌های ستمزده به خصوص هموطنان بلوچ، کرد و عرب به طور مضاعف سرکوب میشن. پیروان سایر مذاهب رو زندانی میکنند و مکانهای عبادت اونها رو میبندند و محرومانی که به حاشیه شهرها پناه بردند سرپناه اونها رو پی در پی تخریب میکنند. Shtypja brutale e protestave. Një pjesë tjetër e këtij fjalimi i referohet shtypjes brutal e të protestave. Zonja Rajavi nxjerr në pa përgjigjet e dhunshme ndaj protestave, përfshirë torturat, arrestimet arbitrare dhe ekzekutime. Kryengritja e vitit 2022 dhe masakra e të burgosurve politik në 1988 janë shembuj të tmerrshëm të kësaj shtypjeje. سرکوب و اختناق در ایران در بسیاری جهات رکورددار در جهان معاصر، از جمله اسارت و شکنجه حداقل 500,000 نفر، اعدام بیش از 100,000 زندانی سیاسی و شمار بالای اعدام‌های سالانه به اندازه‌ای که در سال گذشته 3/4 از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته. Mungesa e procesit të duhur gjyqësor. Mungesa e procesit të duhur gjyqësor ishte një pjesë tjetër e këtij fjalimi në të cilin zonja Rajavi kritikon gjykimet e padrejta dhe mungesën e përgjigjes së bashkësisë ndërkombëtare ndaj veprimeve shtypëse të regjimit. نبودن هر گونه حسابرسی بین المللی
درباره این جنایت‌ها دست آخوندها رو در خونریزی بی‌محابا در 4 دهه گذشته باز کرده. Injorimi i dinjitetit njerëzor. Në këtë fjalim, dëshkimet njerëzore të tilla, si shtroj me gur, amputim dhe duke hequr syt, përmenden si pjesë e sistemit juridik të regjimit iranian. قانون مجازات‌های جزایی تو این رژیم سند در واقع جامع قوانین نقض حقوق بشر. به عنوانهای این مجازات‌ها گوش کنید: سنگسار، به صلیب کشیدن، از کوه پرت کردن، دست و پا قطع کردن و چشم درآوردن، مجازات اعدام برای 10 جرم و مجازات شلاق برای 10 جرم دیگه. Përgjegjësi ndërkombëtare. Zonja Rajavi dëshiron që bashkësia ndërkombëtare të mbajë përgjegjës regjimin iranian për krimet e tij kundër njerëzimit. Kjo përfshin sjelljen e drejtuesve të regjimit në drejtësi në gjykatat ndërkombëtare. به مسئولیت جانیان حاکم بر ایران پایان دهید. خامنه‌ای، رئیس جمهور جدید، رئیس قضاییه و سرکردگان سپاه بزرگترین مرتکبان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در تاریخ معاصرند که باید آنها را در یک دادگاه بین المللی در برابر عدالت قرار بدهید. Mbështetni rezistencën iraniane. Zonja Rajavi gjithashtu i kërkon bashkësisë ndërkombëtare të njohë legjitimitetin e luftës së popullit iranian për liri dhe të mbështesë lëvizjen e rezistencës dhe luftën e popullit iranian për liri dhe demokraci. مشروعیت مقاومت عادلانه مردم ایران برای آزادی و مبارزه جوانان و کانونهای شورشی را برای سرنگونی این رژیم به رسمیت بشناسید. Në përgjithësi, fjalimi i Mariam Rajavi shërben si një akt akus e fortë kundër procesverbalit të drejtave të njerëzit të regjimit iranian. Kjo deklarat thekson urgjencën e veprimit ndërkombëtar për të mbështetur luftën e popullit iranian për liri dhe demokraci.